Sipas ish deputetit dhe ish luftëtarit të UÇK-s Gani Geci, ditën e djeshme në Drenas ka ndodhur një zhvillim i rrallë politik. Ai thotë se Ramiz Ladrovci, në një garë politike ndryshe nga zakonisht, ka arritur të mposhtë shikun dhe të gjitha grupet parapolitike që kanë vepruar në këtë komunë për vite me radhë. Në një reagim të tij publik, Geci ka theksuar se Ladrovci, së bashku me disa bashkëluftëtar, ka arritur të mund 16 deputet të PDK-s nga Drenica dhe të përballet me strukturat politike e parapolitike që sipas tij kanë pasur ndikim të madh në këtë rajon. Edhe pse Ramizi në gjenezë është brumi i njëjtë politik i LPK-s, PDK-s dhe LVV-s, unë Gani Geci i uroj fitoren e bindshme Ramiz Ladrovcit, i lumt, ka shkruar ai. Në pjesën pasuese të postimit në Facebook, Geci ka përmendur edhe periudhat e para të luftës në Kosovë, duke kujtuar se pas aksionit të parë kundër forcave serbe më 7 korrik 1992, të kryer nga grupi i Llaushës, i përbërë nga Gani Geci, Xhevair Geci dhe Agim Geci, Ramiz Ladrovci kishte realizuar aksionin e dytë kundër forcave serbe në shtator të vitit 92 në stacionin e autobusëve në Drenas. Sipas Gecit, kjo fitore politike e Ladrovcit përbën një moment të rëndësishëm për Drenicën dhe për dinamikat politike në Kosovë. Dje për herë të parë pas luftës në një organizim tjetër politik në Drenas, Ramiz Ladrovci e ka mposhtur shikun dhe të gjitha grupet parapolitike në Drenas. Ramiz Ladrovci, me një grup shokësh të luftës, disa prej të cilëve edhe unë i kam shok, e ka mundur 16 deputet të PDK-s nga Drenica, e ka mposhtur shikun dhe të gjitha grupet politike e parapolitike në Drenicë. Edhe pse Ramizi në gjenezë është brumi i njëjtit politik i LPK-s, PDK-s dhe LVV-s, unë Gani Geci ja uroj fitoren e bindshme Ramiz Ladrovcit, i lumt, shkruan ai në rrjetet sociale.